Ja, goca, ne këtu kam bërë Macedonia, i thonë këtu në Itali, fruta të përzira, si që shikoni. Tu kam prerë një portokalle. Kam marrë lengun e portokalle, si që shikoni. E kam shtryu gjithë dhe eth në një tenxhere të vogël. I kam shtuar një lugë mjalt, i kam shtuar dhe pak uje, që e kam molluar lengun e portokalles, por nuk e kisha filmuar, ju kërkoj ndjes. Tu kam ngrirë një kokër mollë. E grinë kështu në copëza të vogla. Edhe edhim te kupa. Kam ngrirë një kiwi, me qenë se di e gjetën fragola të mira, lule shtrydhe, si që i themi në Shqipëri, edhe përfitova nga rasti. I përzjejmë këto të tjerat, si që shkon një nga një, këtu kam ngrirë dhe një dardh. Mund i shtoni çfarë të doni, mund i shtoni ananas, mund i shtoni banane, mund i shtoni mirtili, mund i shtoni nga të gjitha llojt. Unë këto me gjendeshin në shtëpi edhe këto bera. Po që sa më shumë fruta ti shtosh, aq më shumë. Atëherë kam shtrydhur dhe gjysmë limoni që fruta të marrin ngjyrën e tyre. Ke parasysh mos të marrin atë ngjyrën që të fillojnë të nxjihen. I kam përzier të gjitha bashk. Se nuk më pëlqen ajo fruta kur fillon edhe merr atë ngjyrën si tip kafe. Tu kam ngrirë ato lule shtrydhe. I kam vendosur të gjitha bashk. Lule shtrydhe bera më tepër. I kam përzier që dhe lule shtrydhja të merrte atë lengun e limonit dhe ajo të mbante ngjyrën e sajta. Gjithsesi lule shtrydhja nuk merr atë nxirjen të themi, por që e evitojmë. Tu i kam shtuar mjalt. Si që shikoni, e kam mbuluar se po prisjam që të ftohesh ajo që unë kisha përgatitur me lengun e portokalles, me ujin dhe me mjaltin, ja si që shikoni, ishte ftuar, ishte bërë se unë e zgjej pak që të marrë atë shijen, të bëhet të themi si tip sherbeti. I kam përzirë të gjitha dhe ja. Eliana ka bërë gëzuar e para. Unë tani në bear këto i përdor shumë shpesh se më janë fëmijët jashtëmase, por dalin fantastike. Edhe po idhjam dhe restës tjetër, burrit, vajzës, djalit edhe për veten time. Si që shikoni. Nuk ka gjë më të lehtë nga kjo tani në bear, ke parasysh se trupi të kërkon gjëra të freskëta, gjëra të lehta, edhe ja si doli Macedonia jonë. Frutat përzira. Ja, njerëz dashur, fantastike. Hajde më bëft mirë mua.